Mirë se erdhe në kanalin Yjet Flasin. Nëse do që ti dëgjosh çdo ditë mesazhet që Yjet kanë për ty, abonohu tani dhe aktivizo zilen për të mos humbur asnjë parashikim. Surpriza më e madhe e tetorit. Këto 4 shenja do ndjejnë ndryshimin që se imagjinonin. Universi përgatit një surprizë të madhe dhe këtë herë ajo vjen pa paralajmërim. Tetori, me gjithë energjinë e tij magjike, po sjell një kthes që askush nuk e pret, një ndryshim të fortë, të papritur, që do të shkojë jetën e disa shenjave nga rrënjët. Ky është momenti ku fati lëviz me shpejtësi, ku planeti Jupiter hap rrugën për mundësi të reja, dhe ku gjithçka që dukej e ndalur, papritur ecën me dritën e shpresës dhe të suksesit. Kjo nuk është thjesht një periudhë e zakonshme astrologjike, është shndërrimi i madh i tetorit. Një shans që vjen për të ndryshuar rrjedhën e jetës, disa do marrin lajme për punë të reja, të tjerë do gjejnë dashuri që i lë pa fjalë, e disa do ndjejnë se më në fund universi po ish problem pas shumë pritjesh dhe durimi. Surpriza mund të vijë në një mesazh, në një takim, apo në një mundësi që shfaqet nga askund, por për këto 4 shenja të zgjedhura, gjithçka do ketë kuptim. Është një periudhë ku çdo pengesë zbutet, çdo shgënjim kthehet në përvojë, dhe çdo ëndër që dukej e largët, papritur bëhet e prekshme. Në këtë tetor, qielli hapet dhe për disa shenja të veçanta, fati, dashuria dhe mrekullitë e papritura do bëhen realitet. Le t'i zbulojmë tani 4 shenjat që do ndjejnë ndryshimin që se imagjinonin. Ato që do ta kuptojnë se universi nuk harron kurrë asnjë shpirt që ka besuar. Demi. Për ty, Demi, universi sjell ndryshimin që se prisje, por që e kishe shumë nevojë. Nga data 15 e deri më 31 tetor, planetët të vendosin në një pozicion ku parat, puna dhe stabiliteti fillojnë të marrin formë. Një projekt që duke i harruar mund të rikthehet, një person mund të ofrojë një mundësi të re, apo mund të marrësh një lajm të fortë financiar që ndryshon gjithçka. Në dashuri, Venusi të mbështet fort, marrëdhëniet bëhen më të ngrohta, ndjenjat më të forta, dhe një takim i ri mund të ndesë emocionet që i kishe harruar. Tetori për ty mbyllet me siguri, fitim dhe qetësi shpirtërore. Gjërat më në fund nisin të ecin në drejtimin që dëshiron. Binjakët. Për binjakët, kjo periudhë është si një frymë e re pas tuhisë. Nga mesi i tetorit e deri në fund, do të ndjesh ndryshim në mendje, në rrethana dhe në fat. Një mundësi që nuk e kishe parë mund të hapet papritur, një punë, një bashkëpunim, apo një ofertë që lidhet me diçka krijuese. Në dashuri, do ketë surpriza të ëmbla, një person që të ka menduar për një kohë të gjatë, mund të afrohet. Nëse je në lidhje, komunikimi përmirësohet ndjeshëm dhe ndjenjat bëhen më të sinqerta. Ky është momenti yt për të shfaqur veten, për të bërë zgjedhje të guximshme dhe për të lënë frikën pas. Surpriza e tetorit për ty do vijë si një dritë që se prisje, por që të çon aty ku duhet të ishe prej kohësh. Akrepi. Për ty, akrep, ky tetor do të kujtohet gjallë. Nga 15 tetori, energjitë e tua forcohen ndjeshëm. Një ndryshim i madh emocional dhe financiar po vjen drejt teje. Në punë mund të ketë një ngritje, një mundësi të re apo një fitim që të bën të ndihesh më i sigurt se kurrë. Por surpriza më e madhe mund të vijë nga zemra, një person që nuk e kishe imagjinuar do të afrohet me ndjenja të forta. Nëse je në çift, marrëdhënia mund të kalojë në një nivel tjetër, më të thellë dhe më të qëndrueshëm. Ky është momenti ku ti rilind shpirtërisht. Universi të fton të lësh pas çdo pasiguri dhe të përqafosh transformimin që të çon drejt lumturisë. Peshqit. Për peshqit, nga 15 deri në fund të tetorit, ndodh magjia që se prisje. Jeta jote merr një kthes të butë, por të fuqishme. Mund të marrësh një lajm që të mbush me gëzim, të lidhur me një person, një mundësi pune ose një fitim që vjen pa pritur. Në dashuri, romantizmi ndizet fort, Venusi të dhuron momente të ngrohta dhe një ndjenjë sigurie që nuk e ke ndjer prej kohësh. Nëse ke qenë i pasigurt për një vendim, universi do ta marrë atë për ty në mënyrën më të mirë të mundshme. Kjo periudhë është si një bekim qiellor, ku fati, dashuria dhe shpirti gjejnë harmoninë që kërkon prej kohësh. Dhe ja ku mbërritëm në fund të këtij parashikimi magjik. Universi këtë herë ka folur me gjuhën e surprizave. Nga 15 tetori e deri në fund të muajit, për Demin, binjakët, akrepin dhe peshqit, fillon një periudhë e mbushur me ndryshime, emocione dhe mundësi që s'janë as pak të zakonshme. Gjithçka që dikur dukej e paqartë, tani ndriçohet.
Ajo derë që duke e mbyllur, pa pritur hapet. Dhe ajo ndjenjë që e kishe humbur, tani rikthehet me fuqi. Sepse fati, kur vjen, nuk pyet nëse je gati, thjesht të zgjedh. Këto ditë të mbetura të tetorit do të jenë si një kapitull i mbushur me dritë, emocione dhe fitore të vogla, që më vonë do kuptoni se ishin pjesë e një mrekullie të madhe. Universi po ju thot, ti je gati për atë që ke kërkuar. Mos ki frikë nga ndryshimi, sepse ai po të çon drejt vendit ku i përket. Në dashuri, lejoni ndjenjat të flasin, në punë, veproni me besim, në shpirt, mos dyshoni asnjë çast në rrugën tuaj. Çdo ditë që vjen, do t'ju tregoj se kur nuk dorëzohesh, fati nuk të harron kurrë. Shkruani poshtë në komente shenjën tuaj të lindjes dhe tregoni nëse ndjeni tashmë këtë ndryshim që po afrohet. Unë dua t'i lexoj të gjitha shenjat, sepse çdo koment është një mesazh energjie që i dërgojmë universit bashkë. Mos harroni të abonoheni në kanalin tim, të shtypni butonin e ziles dhe të ndani këtë video me miqtë tuaj që besojnë në fat dhe në energjitë e universit, sepse çdo javë, çdo ditë, çdo moment, qielli dërgon sinjale të reja. Dhe këtu ne i lexojmë bashkë.